Ju njohim me përmbledhjen javore të lajmeve. Kjo është Radio Shtat. Ministri i Punëve të Jashtme i Maqedonisë së Veriut, Timço Muçumski, paralajmëroi se përshkupin integrimit evropian nuk duhet të realizohet me çdo kusht. Gjatë vizitës së ministrit të Punëve të Jashtme të Lituanisë, Muçumski përsëriti qëndrimin e qeverisë se vendi mbetet i përkushtuar ndaj rrugës europiane, por pret garanci se procesi i integrimit do të zhvillohet pa bllokada të reja dhe me nivel të lartë parashikueshmërie. Ndërsa ministri lituanez vlerësoi se aktualisht po ekziston një moment i favorshëm për zgjerimin e Bashkimit Evropian dhe se vendet kandidate duhet ta shfrytëzojnë këtë mundësi. Kryeministri i Maqedonisë së Veriut, Histre Miskovski, konfirmoi se nuk do të ketë ndryshime në radhët e koalicionit qeverisës. Ai deklaroi se i ka emrat e kandidatëve për ministra nga koalicioni Vlend dhe Znam dhe se janë të pranueshme për të, por nuk dëshiron t'i bëj publike përpara se t'i bëjnë ato vetë partit. Po i ka me emrat e ministrave të Vlenit dhe Znamit, do t'u lë atyre t'i njoftojnë. Për mua janë rregull ato emra që i kanë propozuar, tha kryeministri i Maqedonisë së Veriut. Zyrtarizohet të ristrukturimi i qeverisë në Maqedoninë e Veriut. Koalicioni bashkëqeverisës Vlend do të udhëheqë me 3 ministri të reja, të drejtësisë, kulturës dhe ministrinë për marrëdhënie ndërmjet bashkësive, ndërsa ai çdor nga Ministria e Shëndetësisë dhe Ministria për Politikë Sociale. Vendimi është bërë i ditur nga sekretari i përgjithshëm i Vlend, Bekim Sali. Sipas tij, në pakun që Vlend vazhdon të ketë si pjesë e shumicës qeverisëse, mbetet mjedisi jetësor, Ministria e Ekonomisë, Drejtësia, Eurointegrimet, Kultura dhe Ministria për marrëdhëniet ndëretnike, ndërkohë partneri tjetër i koalicionit qeverisës Znam ende nuk ka konfirmuar nëse do të pranojë shkëmbimin e posteve ministrore. Nënkryetari i Bashkimit Demokratik për Integrim, Bujar Osmani, kritikoi mënyrën e emërimit dhe zëvendësimit të ministrit në Ministrinë për Marrëdhënie ndërmjet bashkësive, duke vlerësuar se kjo synon frymën e marrëveshjes së Ohrit. Osmani deklaroi se vetë emërimi i Stojkovićit kishte një mesazh politik ndaj shqiptarëve. Vetë emërimi i Stojkovićit në Ministrinë përgjegjëse për zbatimin e marrëveshjes së Ohrit kishte një simbolik të qartë, tu dërgohet mesazh shqiptarëve se ata e trajtohen në të njëjtin rang me komunitetet që përbëjnë më pak se 20% të popullsisë dhe se udhëheqja e ministrie duhet të bëhet me rotacion sipas logjikës së përfaqësimit pakicave. Sipas tij, kjo qasje ishte provokuese për shqiptarët dhe në kundërshtim me frymën e rendit kushtetues dhe vetë marrëveshjes së Ohrit. Koalicioni Vlend listoi në premtimet e përmbushura në 2 vjeçarin e qeverisjes kufizimin e lorave të fatit. Sipas partisë në pushtet, me ndryshimet e reja pritet ulje e numrit të objekteve të lorave të fatit deri në 75% në nivel vendi, ndërsa në disa komuna siç Ajeri kjo shifër mund të arrijë deri në 90%. Krahas asaj, ligji parashikon kushte më të rrepta për licencim, ndalim të reklamimit që promovon bixhozin si stil jetese apo sukses, si dhe kufizimin në përdorimin e figurave publike në fushata promovuese. Po ashtu forcohet mbikëqyrja shtetërore dhe rritjen detyrimet financiare për kompanitë e këtij sektori. Po ashtu, historike është mbyllja 358 platformave ilegale online deri më tani. Betejë jonë nuk ndalet këtu. Vlend ka filluar të merret edhe me kompanitë e kredive të shpejta, të cilat shpesh krijojnë përshtypjen se funksionojnë në të njëjtin zinxhir me kazinot. Njëra e zhyt qytetarin në varësi, tjetra në borxh. Të dyja bashk e varfërojnë familjen dhe e dobësojnë shoqërinë. Ishte Muhamet Murtezi nga koalicioni Vlend. Vlend bën bilancin e 2 vjetorit të marrjes së pushtetit. Bashkëkryetari i Vlend, Izet Mexhiti, tha se pas 24 muajsh qeverisje në aktivitetin organizuar me moton Transparencë dhe Llogaridhënie, bashkëkryetari i Vlend, Izet Mexhiti, përmendi se rezultate, rrugëtimin e ligjit për përfaqësim të drejtë dhe adekuat, masat kundër lorave të fatit, si dhe mundësinë që provimi i jurisprudencës dhe provime të tjera profesionale të zhvillohen edhe në gjuhën shqipe. Po ashtu dëshmuam se zgjidhjet e mëhershme në fakt nuk ishin zgjidhje, por ishin improvizime të bëra në kohë fushate për vota. Ligji për përfaqësim të drejtë dhe adekuat kaloi në qeveri dhe sot pret miratimin në kuvend, duke forcuar parimin se çdo qytetar duhet të ndjejë shtetin si të vetin. Ndërsa bashkëkryetari Bilal Kasami kërkoi që funksionarët të mbeten pranë qytetarëve. Rrugën Shkup-Llac e premtuan në çdo fushat për 24 vite. Ne po e ndërtojmë ashtu si po e ndërtojmë edhe korridorin 8. Këto 2 rrugë na lidhin me Kosovën e Shqipërinë, me të cilat lidhemi më fort e më mirë, jo vetëm me infrastrukturë, por edhe me kufi të hapur, ku tashmë me Kosovën e kemi me hyrje dhe shumë shpejt edhe me Shqipërinë, ku do të ketë më pak pritje dhe më shumë komunikim.
Dorëzim pa kushte e komenton opozita shqiptare në Maqedoninë e Veriut 2 vjet bashkëqeverisje të koalicionit Vlen. Përmes rrjeteve sociale, kryetari i Aleancës për Shqiptarët Arben Taravari tha se Vlen hyri në qeveri duke kërkuar besimin e shqiptarëve dhe duke premtuar ndryshim. Sipas tij, 2 vite më pas, qytetarët nuk shohin ndryshim, por heshtje, arsyetime dhe dorëzim. Nuk ka ndryshime kushtetuese, nuk ka përpara në rrugën europiane, nuk ka forcim të gjuhës shqipe, nuk ka mbrojtje reale të përfaqësimit të drejtë dhe nuk ka investime serioze në komunat shqiptare, apelon Arben Taravari. Lidhja shqiptare në Maqedoninë e Veriut në 2 vjetorin e koalicionit Vlen VMRO kujtoi se kjo bashkëqeverisje arriti të zbatojë në përpikmëri platformën Maqedonia përsëri e jotja dhe rënimin e marrëveshjes së orit në secilën nga 4 shtyllat kryesore. Lidhja shqiptare kujton se përmes gjykatës kushtetuese u shfuqizua balancuesi dhe përmes së njëjtës gjykatë shfuqizoi çdo ligj e vendim që është sjell në parimin e Badenterit. Në rrjetet sociale shkruhet se nuk u arrit të shfuqizohen gjuha shqipe, por ndaluan në praktik përdorimin zyrtar, duke i detyruar edhe funksionarët shqiptar të shkruajnë dokumentet vetëm në një gjuhë. Ndërsa me vendim qeverie u ul numri këshilltarëve shqiptar, do zvogluar mjetet për komunat nga buxheti i shtetit dhe kredia hungareze, duke goditur shtyllën e decentralizimit. Në këtë temë u bë rikthimi i emrave jugosllav dhe komunist, duke shfuqizuar vendimin e Këshillit Komunal të Tetovës për emrat shqip, apelojnë nga Lidhja Shqiptare në Maqedoninë e Veriut. Bashkimi Demokratik për Integrim akuzon qeverinë për 2 vjet dështim në integrimin e vendit në Bashkimin Evropian. Nënkryetari i BDI-s Bujar Osmani tha se rezultatet janë dëshpëruese, pasi sipas tij vendi ka ndaluar dhe në vend të agjendës europiane ka politika ditore. Shteti nuk ka bërë as edhe një hap të vetëm substancial drejt Bashkimit Evropian. Në vend të përshpejtimit kemi stagnim, në vend të reformave kemi improvizime dhe në vend të agjendës europiane kemi politikë ditore. Parlamenti Evropian dhe mbi 400 deputet atje detyrohen të kujtojnë institucioneve të këtij shteti që të respektojnë të drejtat tashmë të fituara të shqiptarëve. Atëherë, kjo është dëshmia më e fortë e dështimit të Vlenit si përfaqësues politik në qeveri. Kryetari i Bashkimit Demokratik për Integrim Ali Ahmeti nga Dibra konfirmoi se opozitarët shqiptare mbetet të përkushtuar që në Maqedoninë e Veriut të zbatohen marrëveshja e Ohrit dhe marrëveshja e Prespës, si dhe të ruhen marrëdhënie të mira me shtetet fqinje. Asgjë s'mund të realizohen nga projektet anti-shqiptare në këtë vend. Vdiqën kohrat kur shqiptarët shkileshën e u merresht të shpirti me helmet. Ne duam ky shtet të ketë demokraci, në këtë shtet të funksionojnë marrëveshjet si e Ohrit, e Prespës, marrëveshja për fqinësi të mirë. Gjatë kuvendit zgjedhor në degën e BDI-s në Dibër, Ahmeti kujtoi se Vleni tregoi se është i pafuqishëm për të realizuar të drejtat e shqiptarëve. Bashkimi Demokratik për Integrim angazhohet se opozita do të bëjë çdo përpjekje për të penguar miratimin dhe zbatimin e ligjit për përfaqësim të drejtë dhe adekuat në Maqedoninë e Veriut. Sekretari i përgjithshëm i BDI-s Arben Ademi paralajmëroi se nga premtimi për 31.5% tek përjashtimi institucional i shqiptarëve, Vlen po e zhbën përfaqësimin e drejtë dhe adekuat. Nga premtimi për 31.5% përfunduam te konkurse me 0% shqiptar. Në vend që të rikthenin një mekanizëm më të fortë, Vlen solli një propozim ligj që nuk mbron përfaqësimin e drejtë dhe adekuat. Përkundër, është një ligj i ndërtuar mbi konceptin që prej vitesh e promovon doktrina nacionaliste dhe Karakamissheva, cilësia e jo etnia, respektivisht parimi i cilësisë në vend të përfaqësimit etnik, duke minuar një nga rritjet më të rëndësishme të marrëveshjes së Ohrit. Me këtë propozim ligj nuk parashihen kuota etnike, sanksione juridike e as identifikimin e etnisë nga institucionet për kandidat. Nuk parashihet kurrfarë garancie juridike. Ka ndër të tjera, në një konferencë për media sekretari i përgjithshëm i BDI-s Arben Ademi. Sociale. Garantimi i çmimeve më të ulta të produkteve ushqimore bazë në Maqedoninë e Veriut pritet të jetë në thelb të takimit ndërmjet ministrit të ekonomisë me furnizuesit dhe prodhuesit, duke u përgjigjur pyetjes së gazetarëve. Besar Dyrmishi premtoi se do kryhet një kontroll i detajuar i 600 deri në 700 produkteve ushqimore bazë nga çmimi i blerjes tek prodhuesit deri tek çmimi i shitjes së tregtarit për të identifikuar ku ka rritje më të madhe dhe pse ndodhin këto ndryshime. Në bazë të analizës së detajuar, siç sqaroi ai, institucionet kompetente do të dinë se ku dhe si duhet të reagojnë në rastet ku ka marzh më të lartë.
Kuvendi i Maqedonisë së Veriut miraton ligjin për marrje dhe transplantin e pjesëve të trupit të njeriut për qëllime mjekimi. Me këto ndryshime, çdo qytetar i madhor i jepet mundësia të deklarohet personalisht nëse dëshiron të jetë dhurues organesh pasi të ndrojë jetë. Ligji u miratua me procedurë të shkurtuar me 58 vota pro dhe 6 kundër. Një nga rresitë kryesore është zgjerimi i rrethit të dhuruesve të gjallë, duke mundësuar që organet të dhurojnë edhe tek të afërmit deri në shkallën e 4 të farefisnisë. Çdo rast do të shqyrtohet nga një komision etike në Maqedoninë e Veriut, i cili do të vlerësojë nëse vendimi është marrë në mënyrë vullnetare dhe do të kujdeset për parandalimin e çdo keqpërdorimi të mundshëm. Kuvendi i Maqedonisë së Veriut tash përson rregullat për lëvizjen e mjeteve të lehta elektrike. Sipas dispozitave të reja ligjore, ndalohet përdorimi i mjeteve të lehta elektrike nën moshën 18 vjeç. Ligji parashet dhe gjoba më të rrepta për drejtim të parregull, duke përfshirë tej kalimin e shpejtësisë, drejtimin në ndikimin e alkoolit, si dhe transportimin e një personi tjetër ose të një të miturin në automjet. Për shkelje më të rënda përveç gjobave në para, vendoset dhe masa e konfiskimit të përkohshëm të mjetit deri në 30 ditë. Synimi është ulja e aksidenteve në komunikacion dhe rritja e sigurisë për të gjithë përdoruesit në rrugë. Ndoqet për mbledhjen javore të lajmeve. Kjo është Radio 7, zëri pozitiv i qytetit.